Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita dhe kryetari i Bashkisë Himar Vangjel Tavo inspektuan masat e marra për garantimin e rendit dhe sigurisë gjatë sezonit turistik. Gjatë fjalës së tij, Lamallari theksoi se siguria është një nga elementet kryesorë që garanton zhvillimin e turizmit dhe se bashkëpunimi mes Policisë së Shtetit dhe Pushtetit Vendor është vendimtar për ofrimin e shërbimeve cilësore për qytetarët dhe turistët. Lamallari u shpreh se kontrollet brenda vijës bregdetare janë intensifikuar dhe se janë sankcionuar 166 raste ku janë bllokuar mjete lundruese që kanë shkelur perimetrin e sigurisë. Gjithashtu theksoi se ka hyrë në fuqi udhëzimi i rishikuar për nivelin e lejuar të zhurmave, pasi turistët preferojnë sezon të qetë. Është e rëndësishme që krahas shërbimeve që marrin nga Pushteti Vendor, nga Bashkia, është nevoja që ne të kemi një bashkëpunim shumë të mirë mes Policisë së Shtetit dhe Pushtetit Vendor, si në kuptim të sigurisë që ofrohet qytetarëve, turistëve, vizitorëve, po ashtu edhe në kuptim të shërbimit që ofron policia në menaxhimin e trafikut për të përgjigjur qytetarëve në ankesat, shqetësimet që ata kanë. Nga ana tjetër, siç e dini, ka hyrë në fuqi udhëzimi i rishikuar për nivelin e lejuar të zhurmave, përgjithsisht nga turistët, të cilët preferojnë që të kenë një zonë turistik të qetë, të mbar, është përqafuar dhe kjo është përqafuar edhe nga bizneset. Nga ana tjetër, do të thoja që Policia e Shtetit ka vijuar dhe me kontrollet që janë bërë në vijën bregdetare, si Policia Kufitare, po ashtu dhe Njësia Policore Detare, ku vetëm në 4 muajt e fundit janë sankcionuar 166 raste në gjithë linjën bregdetare shqiptare, ku janë bllokuar mjetet si jet ski, gomone dhe skafe, para arsye se kanë kryer veprime të rrezikshme brenda perimetrit të sigurisë apo edhe duke mos pasur dokumentacionin e duhur, duke vepruar jashtë zonave të miratuara, si dhe patjetër janë marrë dhe masat përveç se bllokim mjeti edhe masat administrative me gjoba prandaj drejtuesve. Mëtej, ministri theksoi se institucionet janë të angazhuara për të garantuar standardet e larta sigurie për gjatë gjithë sezonit veror.